Veç 2 javë pasi që u bë kancelar i Gjermanisë, Friedrich Merz dhe qeveria e tij morën një vendim që lidhet direkt me Kosovën, ekzekutivi në Berlin zgjati pjesëmarrjen e ushtrisë gjermane në kuadër të misionit paqeruesës së NATO-s në Kosovë, që vepron këtu tash 26 vite, qysh nga çlirimi i vendit dhe tërheqja e forcave serbe më 14 qershor 1999, KFOR-i mban mandat paqerues dhe tani është përgjegjësi i tretë për sigurinë. Zëdhënësi i qeverisë gjermane Stefan Cornelius tha se një Kosovë stabile dhe paqësore është prej rëndësie thelbësore për Gjermaninë, NATO-n dhe gjithë Europën. Edhe këtu kontributi gjerman mbetet i pandryshuar, si me personelin që e kemi në bazën e KFOR-it, është një element i përkrahjes kombëtare, ku është një kompani në mision, si dhe me postin e drejtorit në ekipin e ndërlidhjes dhe këshillimit të NATO-s, tha Cornelius. Vendimi i qeverisë tani duhet të miratohet nga Parlamenti gjerman. Bundestagu, kurse për peshën historike që e ka pjesëmarrja gjermane në KFOR, zëdhënësi dha fakte të forta. Nga viti 1999 ushtria jon është e përfshirë në mënyrë aktive në misionin e KFOR-it për stabilizimin dhe sigurimin e paqes në Kosovë. Situata e sigurisë në veri të Kosovës, pavarësisht tensioneve të vazhdueshme politike, së fundmi është stabilizuar. Momentalisht janë të mundura përkeqësime afat shkurtra. Prandaj është më rëndësi që KFOR-i të vazhdojë të kontribuojë në përmirësimin e situatës së sigurisë në Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor, u shpreh ai. Po ashtu në perëndim të Ballkanit, Republika Gjermane po merr rol kyç ushtarakisht edhe në pjesë të tjera të Europës. Këtë javë kancelari Merz bashkë me ministrin e mbrojtjes Boris Pistorius qëndruan në Lituani, ku në kufijtë e këtij shteti me Rusinë dhe Bielorusinë do vendosen 5.000 ushtar gjerman. Kjo do të jetë, si shtanë zyrtarët më të lartë të Gjermanisë, pas Kosovës, dislokimi i dytë i madh i trupave të këtij vendi në një shtet tjetër që nga përfundimi i luftës së dytë botërore, e me vendosjen e kësaj brigade në krahun lindor të NATO-s, sipas tyre mbrohet çdo pëllëm e tokës së aleancës. Vetë Merz tha se ka marrë fund koha kur dikush në Gjermani kishte iluzione për regjimin e Vladimir Putinit, i cili tash 3 vjet po e sulmon fqinjin e tyre, Ukrainën.